Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin YouTube Formimi Katolik. Uroj që të keni kaluar mirë të periudhë vere, të keni bërë pak pushim, që është shumë e nevojshme, se siç e them zakonisht në çdo video, jemi mësuar të vrapojmë edhe se ku vrapojmë nuk e dim, edhe ndoshta si jemi mësuar të vlerësojmë gjërat e vogla, ato që janë më të rëndësishme. Para se të trajtojmë temën e radhës, unë si gjithmonë ju ftoj të bëni follow, subscribe, share nëse keni mundësi, edhe pse normalisht kanali është ende në fillimet e veta dhe nuk i ka videot e rregullta, edhe unë jam gjithmonë në lëvizje dhe siç kam thënë që përpiqem të jem prezent. Dhe do të përpiqem të jem prezent, e shpresoj me ndihmën e Zotit, pse jo në të ardhmen të jetë diçka konkrete dhe me rregullt. Tema që unë doja të flisnim sot, të diskutonim, mundohem të jem shumë i shkurtër, po më them gjithmonë, është në lidhje me lajmet që sidomos që kemi dëgjuar kohët e fundit mbi Izraelin, Iranin, Amerikën. Dhe sidomos në botën e krishterë, veçanërisht në atë protestante, ideja është rreth diskutimit të Izraelit. Pra, shumë protestant zakonisht e mbështesin Izraelin duke interpretuar që Izraeli është shteti Izraeli i sotëm, pra është pikërisht Izraeli që gjejmë në Bibël, Izraeli biblik. Zakonisht është ajo teoria dispensationalism që quhet, ndoshta si mund ta themi në shqip, ndoshta teoria e ndarjes, domethënë që e veçon Izraelin në mënyrë të veçantë. Po kjo ndodhet zakonisht në botën protestante. Por për ta përmbledhur ose për ta bërë pyetjen, a duhet të krishterët, në rastin ton katolikët, ta mbështesin Izraelin dhe ose më saktë, a është Izraeli i Netanyahut Izraeli biblik? Për ta nisur, historia është e gjallë dhe komplekse për të arritur në Izraelin e sotëm, po shkurtimisht ne e dimë që Zoti thret Abrahamin dhe pastaj Zoti lidh beslidhjen me Isakun dhe pas Isakut është Jakobi biri vet që e quan Izrael, ai që luftoi me Zotin. Krijohet pastaj kombi i Izraelit gradualisht, por izraelitët pushtohen nga babilonasit, më vonë romakët, dëbohen disa herë, rikthehen në vendin e tyre, përfundimisht pastaj me romakët pushtohen, shkatrohet tempulli në vitin 70 dhe prej vitesh ende në përbot dhe Palestina, që ishte një term i vendosur nga romakët në atë kohë e pjesës Izraelit të sotëm, banohet nga shumë grupe etnike izraelit, arab, dhe pastaj kemi shtetin modern të Izraelit që themelohet, unë i kam marrë informacionin tu për qenë më saktë se edhe mund të ngatrohem, në vitin 1948 nga zakonisht ai themeluesi ishte Theodor Herzl, ose le të themi edhe ai që themelon lëvizjen zioniste. Për ta bërë dallimin, natyrisht shkurtimisht kishte shumë arsye sepse ebrejt ishin persekutuar, ishin duke persekutuar, kemi luftën botërore dhe për të gjetur një zgjidhje ishte nevojshëm që të kishin një kombë izraelitët, por ky kombë do të ishte laik, pra nuk do të kishte lidhje me Izraelin biblik, me ligjin e Mojsiut, me tempullin, me premtimet e Abrahamit. Do të ishte pra më shumë etnike. Pikërisht Theodor Herzl ishte laik. Ja? Pastaj kemi përfshirjen e Britanisë dhe Kombeve të Bashkuara, të cilat pastaj propozojnë planin për krijimin e shtetit të Izraelit. Pra në maj 14, 1948. Dhe pastaj konfliktet, aty është një temë tjetër, pastaj të cilat konfliktet fillon që aty pastaj dhe që kemi deri në ditën e sotme. Tani, nga nisen disa të krishterë protestantë, sidomos zakonisht jo protestantët klasik ose ata
ortodoks, në thonjë siç janë luteranët, anglikanët, ndoshta edhe kalvinistët, po ata më shumë modernët, të cilët janë baptistë, evangjelistë, prangjillor, të grupeve pentekostal, grupeve të tilla. Zakonisht nisën nga Zanafilla, kapitulli 12, vargu 1-3, që Zoti i tha Abrahamit, dil nga vendi yt, nga farefisi yt e nga shtëpia e atit tënd dhe shko në vendin që do të tregoj. Do të bëj komb të madh dhe do të bekoj. Emrin tënd do ta bëj të madh e bekim do të jesh. Do të bekoj çdo që të bekon, por atë që të përçmon do ta mallkoj. Të gjitha fisët e tokës do të bekohen në ty. Dhe është kjo shpreha në anglisht, he who blesses Israel, God will bless him, do të thënë kush bekon Izraelin do të bekohet, kush e mallkon do të mallkohet. Por në fakt ne po ta shohim me vëmendje, kombi i Izraelit nuk është themeluar ende. Në këtë rast dhe Zoti nuk po përmend Izraelin, por veçanërisht pasardhësit e Abrahamit, që në kontekstin biblik edhe të beslidhjes së re, këta do të ishin bijtë e premtimit sipas besimit dhe jo sipas etnisë. Natyrisht premtimet që Zoti i bën Abrahamit janë nëpërmjet Isakut, që do të ishin linja e profetëve. Por gjitha kjo do të çonte pastaj në përmbushjen që do të ishte qëllimi i Krishtit, pra ai do të ishte realizimi, siç thotë Jezusi te Gjoni, që Abrahami e pa ditën time dhe u gëzua. Dhe gëzoi për të. Pra po të shohim, emrin tënd do ta bëj të madh dhe bekim do të jesh, do të bekoj çdo që të bekon. Por atë që të përçmon do ta mallkoj. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me Izraelin e sotëm, me Izraelin e Netanjahut. Sepse siç thamë, Izraeli sotëm, lëvizja zioniste, nuk ka të bëjë me Izraelin biblik. Këtu kemi edhe shumë rabin që janë e ruajnë fenë e tyre në mënyrë ortodokse, të cilët nuk e ndjekin zionizmin. Nuk mbështesin Izraelin e sotëm të Netanyahut. Po të shohim me shumë kujdes çfarë na thot Pali në këtë lidhje. Tek Romakët, kapitulli 9, vargu 6, flet në kur Zoti zgjedh Izraelin. Pali thot tek rreshti 4, ata janë Izraelit e të birësuar nga Perëndia. Atyre u janë dhënë lavdia e Perëndisë, beslidhjet, ligji i Mojsiut, shërbesa e adhurimit Perëndisë dhe premtimet e tij. Ata janë pasardhësit e patriarkëve dhe prej tyre për nga mishi rrjedh edhe Krishti, që është mbi të gjithë Perëndi i bekuar nga mshim. Dhe vazhdon të thotë më poshtë. Pra, Kisha katolike, katekizmit e pranon absolutisht që Izraeli, pra hebrejt, nuk u shkëputur premtimi. Nuk janë hedhur, pra si thua Zoti, ka disa që e mendojnë që Zoti shkëputi Izraelin plotësisht, u ahoqi premtimet, pra beslidhjet dhe krijoi Kishën. Përkundrazi, janë pasardhësit e Abrahamit sipas premtimit, sipas fesë, që do të përmblidheshin edhe Zoti do të thriste edhe i përtej etnisë, pra përtej mishit. Do të mblidhte gjithë kombet që do të ishte pikërisht ky Izraeli shpirtëror, Izraeli i Zotit që e quan Pali, për që i referohet Kishës që themelon Krishti dhe përmbush ligjin e Mojsiut. Thot pastaj tek rreshti 6. Fjala e Perëndisë nuk ka dështuar sepse jo të gjithë ata që rrjedhin nga Izraeli janë izraelitë. As ata që rrjedhin nga fara e Abrahamit nuk janë të gjithë bijtë e tij. Por, edhe citon, pasardhësit e tu do të rrjedhin nga fara e Isakut. Thot Zoti. Kjo do të thotë se nuk janë bijtë për nga mishi ata që janë bijtë Perëndisë, por janë bijtë e premtimit ata që njihen si pasardhës. Sepse kjo është fjala e premtimit. Në kohën dur do të vitë e tij dhe Sara do të bëhet me djalkun, pikërisht. Dhe janë bijtë e premtimit. Dhe Pali vazhdon thot te kapitulli 11 vargu 1. Prandaj pyes mos vall Perëndia e ka hedhur poshtë popullin e vet, larg qoftë, unë vet jam izraelit, nga pasardhësit e Abrahamit prej fisit Benjaminit. Perëndia nuk e ka hedhur poshtë popullin e vet, të cilin e zgjodhi që më parë. Apo nuk e dini se çfarë thot shkrimi për Elin? Ai u drejtua Perëndisë kundër Izraelit e i tha: O Zot, ata vran profetët e tu dhe rënuan altaret e tu. Vetëm unë kam mbetur, ata kërkojnë jetën time. Por si u përgjigj Perëndia? Kam ruajtur për vete
7.000 burra që nuk I kanë rënë në gjunjë Balit. Kështu edhe në kohën e tanishme ka mbetur një numër izraelitësh që Perëndia I ka zgjedhur me hirin e tij. Perëndia I zgjodhi ata me anë të hirit të tij dhe jo me anë të veprave të tyre. Edhe pastaj, natyrisht, Pali vazhdon të thotë që gjithë Izraeli në ditët e fundit do të shpëtohet, do të shëlbohet. Dhe pastaj tek vargu 25 thotë që të mos mbani për të mençur dua t'ju bëj të njohur këtë shestim të fshehtë Perëndis. Një pjesë e Izraelit do të vazhdojë në kokforcinë e vet, derisa të gjitha kombet e tjera të hyjnë në shpëtimin e Perëndis. Dhe kështu I gjithë Izraeli do të shpëtohet. Ne shohim gjithashtu edhe Gjon Pakzori kur drejtohet farizejve. Te kapitulli 3 vargu 9 ose duke filluar që nga 7, kur Gjoni pas se shumë farizej një saducej vinin për të pakzuar te ai, u tha: "Pjellën e përkash, kush ju mësoi të ikni zemërimit që po vjen? Jepni fryte të denja pendimit dhe mos mendoni se t'i thoni vetes kemi për atë Abrahamin, pra kjo pasardhësia e gjakut etnike. Unë po ju them se Perëndia mund t'i jap bija Abrahamit edhe nga këta gur." Pali na thotë edhe te Galatase, kapitulli 4 vargu 28, thotë: "Ju vëllezër jeni bi të premtimit Perëndis, sikurse edhe Isaku." Po ashtu tek 6:16 Pali thotë 15:16 sepse nuk vlen gjë as rreth prerja, as pa rreth prerja, por vlen vetëm krijesa e re. Të gjithë ata që do të ndjekin këtë rregull paçin paqe e mëshirë, ata dhe Izraeli Perëndis. Kush është Izraeli Perëndis? Në këtë rast është pikërisht kisha. Këtë ishte ajo që do të ishte sipas beslidhjes së re, sipas premtimit që Zoti premton tek për shembull tek Jeremia, kapitulli 31, Zoti thot tek rreshti 31, ja po vijnë ditët, kumton Zoti, kur do të bëj një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit e me shtëpinë e Judës. Jo si beslidhje që bëra me etrit e tyre kur I mora përdore për t'i nxjerrë nga dheu e Egjiptit, beslidhja ime që ata e thyen, megjithse unë isha zotëria e tyre, kumton Zoti. Por kjo është beslidhja që do të bëj me shtëpinë e Izraelit. Pas atyre ditëve, kumton Zoti, do ta vendos brenda tyre ligjin tim e do ta shkruaj në zemrën e tyre. Atëherë unë do të jem Perëndia e tyre e ata do të jenë populli im. Nuk do ta mësojnë më njëri tjetrin duke thënë njihe Zotin, sepse të gjithë do të më njohin nga më I vogli deri te më I madhi prej tyre, kumton Zoti, se do t'ua fal fajin e nuk do ta kujtoj më mëkatin e tyre. Pikërisht, kjo përmbushet me Jezusin që thot në Eukaristi, në darkën e fundit, pra kur themelon në Eukaristin dhe thot: "Ky është gjaku im, gjaku si në beslidhjen e re, që do të derdhet për shumë." Dhe pikërisht ky premtim jo vetëm që do të përfshijë Izraelin, por Zoti do të thrasë nga të gjitha kombet. Pra, ideja është që premtimi do të fillonte me Abrahamin, drejt tokës premtuar, por qëllimi I Zotit, edhe sipas kontekstit biblik, nuk ishte një cop tokë, edhe një qeveri toksore, por për ta përgatitur popullin e Izraelit për Mesin, për Krishtin, dhe duke filluar nga aty për të përçuar lajmin e shpëtimit mbar botës dhe për t'i mbledhur të gjithë në ditët e fundit, pra në plotësinë e Krishtit. Po të shohim tek Isaia kapitulli 11, që nga vargu 10 flitet për tepritsen e Izraelit. Dhe pastaj tek kapitulli 56, rreshti 8, për shpëtimin e popujve, Zoti thotë: "Kështu kupton Zoti, Zoti im, ai që I mbledh të degëtisurit e Izraelit, pa ata që kanë humbur, që përveç atyre që kanë mbledhur, thotë, do të mbledh edhe të tjerë përreth tyre." Jezusi gjithashtu në këtë gjë na thotë tek Gjoni, kapitulli 10, vargu 16, kur Jezusi flet për veten që unë jam bariu I mirë: "Kam edhe dele të tjera, thotë, që nuk janë prej kësaj vathe. Duhet t'i mbledh edhe ato. Do ta dëgjojnë në zërin tim e do të bëhen një tuf dhe një bari. Një tuf dhe një bari vetëm." Tek Hebrejve 11, autori na flet për pikërisht profetët e lashtë që besuan këtë premtim dhe pritën për ta marrë këtë premtim që do të ishte Krishti, por nëpërmjet besimit. Dhe besimi është siguria për gjërat që shpresohen dhe njohja e gjërave që nuk shihen, tek 11:1.
Edhe pastaj flet me anë besimit Abeli, Enoku, Noeu, Abrahami thot, kur e thiri Perëndia u bind për të shkuar në vendin që do të merrte si trashëgim dhe u nis pa ditur ku po shkonte. Ai banoi në tokën e premtuar si në dhe të huaj, në tokën e premtuar si në dhe të huaj, duke jetuar në tenda bashkë me Isakun dhe Jakobin, bashkë trashëgimtar të njëjtit premtim. Sepse ai priste qytetin me themele të forta. Arkitekt dhe ndërtuesi të cilit do të ishte Perëndia. Ky është pikërisht qyteti qellor, Jerusalemi qellor, mbretëria e Zotit, dhe jo pra ky është shteti i sotëm i Netanyahut. Edhe thot, këta të gjithë vdiqen me besim, por pa i marrë premtimet e bëra. Ata vetëm i pan nga larg dhe i përshëndetën, duke pranuar se janë të huaj dhe kalimtar mbi tokë. Ata që i thonë këto gjëra tregojnë se kërkojnë atë dhe. Por tani ata dëshirojnë një atë dhe më të mirë, do me thënë një atë dhe qellor. Shohim pra në këtë rast, në gjithë këtë kontekst, që pikërisht Izraeli, qëllimi i kombit të Izraelit, nuk do të ishte një qëllim etnik, pra nga gjaku, por duke filluar me popullin e Izraelit nëpërmjet Abrahamit dhe sipas premtimit nëpërmjet Isakut, të gjithë ata që besojnë në këto premtime do të ishin bijtë e Abrahamit, për të plotësuar në atë që është përmbushja e gjithçkaje, që është Krishti. Krishti është finalja. Dhe në këtë rast Izraeli është Izraeli i Zotit, në këtë rast kisha që Jezusi e themelon. Izraeli i ri, quajtur ndryshe. Kjo nuk e zhbën ato që sot mbetet hebrejt, ata që ende praktikojnë ligjin e Mojsiut, përpiqen sepse sot nuk ka tempull dhe ritualet nuk janë më të njëjta. Pra, dhe në këtë rast nuk është Zoti i ka përjashtuar këta hebrej që ndjekin ligjin e tij dhe përpiqen të qëndrojnë urdhërimeve. Ata janë bijtë ashtu të këtij premtimi, që dhe siç thot Pali më vonë, do të arrihet pikërisht ky Izraeli që do të shpëtohet i gjithë, kjo që do të ndodhë në ditët e fundit. Natyrisht ka dhe profeci në Bibël, sidomos tek Ezekieli, apo në psalme, që flitet për idenë e rrethimit të Izraelit, që Izraeli do të sulmohet nga kombet, edhe atëherë do të jetë shenja kur do të kthehet Krishti dhe do të jetë fundi. Dhe disa nisen nga ky interpretim, sidomos të protestant, që me qenë se tani Izraeli i Netanyahut po sulmohet andej këtej, ne do po përshpejtohet ardhja e Krishtit. Siç e thash, duke u nisur nga gjithë ky kontekst, Izraeli i sotëm politik i Theodor Herzl nuk është Izraeli biblik. Po të shohim me kujdes, çfarë edhe katekizmi pikërisht në pikën 751 thot për kishën, pra eklesian. Unë doam ta përkthej këtu anglishtja sepse nuk e kam me vete botimin në shqip, por gjithë katekizmi i plot gjendet në shqip. Edhe mund ta gjeni thjesht. Eklesia, pra greqisht, është përdorur shpesh herë në beslidhjen e vjetër, pra përkthimin grek, për asamblen të popullit të zgjedhurit përpara hyjit. Mbi të gjitha për asamblen në malin Sinai, ku Izraeli mori ligjin dhe u themelua nga hyji si populli i shenjtë. Kujtojmë edhe për këtë, Pietri i referohet të krishterëve që ju jeni një komb i shenjtë, një popull i zgjedhur. Pikërisht është tashmë përmbushja e Izraeli i shpirtëror. Duke quajtur veten kish, eklesia, komuniteti i parë të krishterëve, besimtarët, e njohën vetveten si trashëgimtar të kësaj asambleje të Izraelit, pra. Në kishën hyi thret të gjithë popujt nga të gjithë skajt e tokës. Dhe pastaj flet tek pika 761 që kisha pikërisht kjo asamble është parathënë, është paraparë edhe në beslidhjen e vjetër. Pra, mbledhja e gjithë popullit të hyjit filloi pikërisht në momentin kur mëkati shkatron marrëdhënien me
njerëzve dhe hyjit. Mbledhja së bashku e kishës është pak a shumë si të ishte reagimi, pra qasja e Zotit ndaj kaosit që u shkaktuar nga mëkati. Kjo përgatitje e popullit të hyjit fillon kur Zoti i thret Abrahamin dhe premton që ai do të bëhet ati i një kombi të madhe. Pastaj, përgatitja fillon me zgjedhjen e Izraelit si popullin e hyjit. Dhe nga kjo zgjedhje, Izraeli do të ishte shenja e mbledhjes së ardhshme e të gjitha kombeve. Edhe këtë e shohim tek Dalja, kapitulli 19, vargjet 5-6, tek Ligji për të rirë 7-6, tek Isaia, kapitulli 2, vargjet 2-5, dhe tek Mikea, kapitulli 4, vargjet 1-4. Por, thot pastaj, profetët e akuzojnë Izraelin që ka thyer beslidhjen dhe është sjellur si një lavire. Ata shpallin një beslidhje të re dhe të përjetshme. Dhe pikërisht, Krishti është ai që e themelon këtë beslidhje të re dhe të përjetshme. Pra si të shohim në dritën e gjithë tyre pjesëve, Izraeli i sotëm nuk mund të jetë Izraeli biblik. Nuk mund të jetë Izraeli i Abrahamit, i këtyre premtimeve, i ligjit Mojsiut. Edhe po të shohim në të vërtetë çfarë ndodh, atë i premtimi për shembull që Zoti i bën Abrahamit dhe më pas duke i thënë kufit e Izraelit nga do të ishin, nuk u arritën asnjëherë. Mojsiu, siç pam, nuk e pa, nuk shkelin tokën e premtuar. Nuk u arrit kjo gjë. Dhe beslidhja u shkel vazhdimisht. Por gjitha kjo do të ishte në përgatitje që duke filluar nga Izraeli, premtimet e Abrahamit sipas fesë, sipas besimit, nëpërmjet Isakut dhe pasardhësve të tij, pra sa përket premtimeve të profetëve dhe ardhjes së Krishtit, do të realizoheshin duke filluar atje, duke filluar me Izraelin dhe nëpërmjet Krishtit, që do të ishte pikërisht Izraeli i ri, Izraeli shpirtëror, dhe për të thirrur të gjithë popujt nga të gjitha kombet. Edhe kështu do të përmbushej premtimi i Abrahamit. Pra ne nuk mund të themi sot që Izraeli politik është pikërisht Izraeli, por duhet të detallojmë që premtimet e popullit hebraik mbeten të vlefshme. Zoti nuk i ka hedhur poshtë ata. Dhe ata mbeten si populli i zgjedhur, pra në një farë mënyre jo etnik, pra nuk duhet ta keq kuptojmë që Zoti e zgjodhi veçanërisht ata dhe mbeti me ata. Por ajo do të ishte pika fillestare për të nisur dhe për ta kryer shpëtimin nëpërmjet Krishtit. Pikërisht mbeten populli i premtimit dhe nuk janë hedhur poshtë. Dhe dim se në fund Izraeli do të shpëtohet, do të besojë. Dhe si do të arrihet kjo? Do të arrihet, për shembull, sipas disa që interpretojnë që do të sulmohet Izraeli, ditët e fundit do të rrethohet nga shtetet dhe pastaj do të vijë Jezusi mbi malin Sinai, mbi kopshtin e Getsemani, do të ndahet në dysh, që thotë tek Zakaria. Këto kanë interpretime të ndryshme, mund të jenë interpretime, ka shumë shkolla mendimi të ndryshme për sa i përket kësaj. Por sido që të jetë, ne e dim se në fund të ditës, edhe nëse populli hebraik, flasim për sa i përket popullit të shpirtëror hebraik, pra jo të shtetit politik, do të persekutohen ndoshta, edhe do të rrethohen, edhe atëherë ndoshta do të jetë shenja e ardhjes së Jezusit, për ardhjes së dytë të Krishtit, të cilët në një farë mënyrë edhe hebrejt judaik, pra e presin ardhin e një Mesie. Pra duhet bërë dallimi midis Izraelit politik të sotëm dhe Izraelit shpirtëror, pra Izraelit sipas premtimeve të Abrahamit, dhe pikërisht pasardhësit e premtimeve do të ishin sipas besimit dhe jo sipas gjakut në këtë rast. Sepse po ta marrin për shembull sipas gjakut, në gjak nuk janë vetëm pasardhësit e Isakut, po janë edhe pasardhësit e Ishmaelit, të cilin do të ishin arabët e sotëm. Prandaj, unë shpresoj që
kemi qenë sado pak i qartë për ta dalluar këtë pjesë dhe çfarë mëson edhe katekizmi i Kishës Katolike për sa përket popullit të Izraelit dhe premtimeve që Zoti i ka dhënë. A mund ta mbështesim në shetin Izraeli politik sot? Në disa raste po, mund të jetë, por siç thash, nuk duhet t'i ngatrojmë me atë biblik, edhe sidomos në kohët e sotme që ne po e shohim vetë se çfarë po ndodh nëpërmjet luftës, që natyrisht nuk është për t'u lavdëruar. Dhe atëherë deri takohemi në videon e ardhshme dhe uroj të jeni sa më mirë, mos harroni të bëni subscribe, like, share kanalit dhe do të shihemi në videon e ardhshme.